Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, pas vizitës në Këshillin e Evropës në Strasburg, mbajti një konferencë për shtyp. Berisha tha se ishte zëri shqiptarëve në këtë forum ndërkombëtar, duke denoncuar situatën në Shqipëri si një narkoshtet dhe narkodiktatur. Në këto takime bëra historiku me shkurtër të kanabizimit të Shqipërisë, me të cilin u hodhën themelët e narkoshtetit. Hapja e Shqipërisë ndaj kokainës dhe shtrimin e saj në një hap kryesor. Shkrirjen në një sipërmarrje të përbashkët të shtetit me drogën dhe me krimin. Shkrirjen në një sipërmarrje të përbashkët. Vendimarrjen në të gjitha nivelet të krimit të organizuar në Shqipëri. Mendoj se ky ishte një takim shumë i çmuar, shumë i dobishëm me Komitetin e Torturës. Së fundi, gjatë darkës që ushtrua, grupi parlamentar i EPP-s na ftoi të darkonim me presidentin e Asamblesë Parlamentare për kryetarët e delegacioneve dhe delegacionet e Italisë, Greqisë, Suedisë për takimet që na rezervuan. Unë mund të them se me këto takime u shkrin të gjitha mashtrimet.